gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio me njërin nga sapsirët së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente me mua do të jenë në një bisedë shumë të veçantë sikurse e prezantova shkurtimisht edhe pak më parë Suela Lulollari, profesore pranë Universitetit Fan Stilianoli dhe Kristi Morava edhe në ditën e sotme në atë petkun e profesorit pranë këtij universiteti. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje, kënaqësi edhe për ne. Përshëndetje, kënaqësi dhe faleminderit që na ftove për të diskutuar në lidhje me këtë çështje kaq të rëndësishme. E vërtetë është një temë shumë e rëndësishme që mendoj duhet përcjell gjithmonë edhe më tepër jo vetëm këshilla por dhe informacione të rëndësishme, fakte të cilat i ndihmojnë konsumatorët në lidhje me sigurinë ushqimore. Përpara se të ndalemi tek konsumatorët, tek ajo që ju doni të ndani për ta, mund të prezantojmë diçka më tepër në lidhje me Universitetin Fan Stilianoli, me degën më të vërejë që është hapur aty, pra teknologjia ushqimore, si dhe masteri, që për gjithë ata që kanë një informacion nuk është diçka e re për universitetin tonë. Normalisht Universiteti i Korçës është një universitet me 4 fakultete që përfshin të gjitha fushat e jetës, ku të gjithë studentët mund të kenë mundësi të zgjedhin çfarëdo lloj gjeje që ata dëshirojnë të studiojnë, me kurrikula dhe programe të cilat janë të akredituara brenda një institucioni të madh siç është universiteti, i cili është i gjithë i akredituar, i cili plotëson të gjitha standardet në mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Ne si pjesë e Fakultetit të Bujqësisë në departamentin e agroushqimit, këtë vit ofrohet një program i ri, le të themi jo cilësor, po ndoshta tepër bashkohor, akoma dhe më i përmirësuar, duke patur parasysh të gjithë kurrikulat dhe të gjithë programet brenda rajonit Demëgjer, është konkluduar, është organizuar, përfunduar dhe ofruar për vitin akademik 2024-2025-2026 për të gjithë maturantët për këtë vit programi bachelor në teknologji ushqimore. Është një program i cili bazohet mbi një eksperiencë shumë vjeçare të departamentit të agroushqimit, i cili për vite me radhë ka ofruar një program dhe të vetmin program ushqimor në rajonin e Korçës që ka qenë programi agroushqim, ndjekur nga masteri cilësia dhe siguria ushqimore, që ka përbënin bashkë të dy një binom që përgatiste, le të themi, të vetmit specialistë në rajon që i përkisnin fushës ushqimore. Normalisht, sipas nevojës së tregut, të kërkesës së maturantëve, të kërkesës për ndryshim dhe për të përshtatur me të gjitha avancimet, jo vetëm në kurrikul, por dhe në atë çka sot siguria dhe cilësia ushqimore kërkojnë, për të ndërthurur metodat e reja, qoftë mësimdhënies apo të kërkimit shkencor, apo edhe metodat e reja të analizës së ushqimeve dhe të gjitha ato të cilat studentët në vende të ndryshme të botës i realizojnë. Ne këtë vit, pas një pune gati 2-3 vjeçare, u bë e mundur që të riorganizohet një program dhe të ofrohet, sikundër thash, programi teknologji ushqimore, i cili përmban një kurrikul që vjen si përmbledhje e shumë kurrikulave të ngjashme, jo vetëm nga universitetet rajonale në Ballkan, por dhe nga universitetet europiane, në të cilat ne kemi pasur mundësi të shkojmë me programe Erasmus dhe vazhdimisht kemi qenë në bashkëbisedime me pedagog në Universitetin e Barit apo në Universitetin e Bullgarisë, të cilët vazhdimisht kemi marrë nëpërmjet tyre të gjitha indicjet për të bërë këto ndryshime dhe për të sjellë kundrejt maturantëve të rajonit tonë, por dhe Mëgjer, për vitin akademik 2025-2026, një program i cili të përmbush të gjitha kërkesat dhe nevojat e tyre, por nga ana tjetër të përmbush dhe kërkesat dhe nevojat e tregut për specialist të mirë formuar, të studiuar mjaftueshëm dhe plotësisht në fushën e teknologjisë ushqimore. Pra është një program i cili nga njëra anë bazohet mbi një eksperiencë shumë të gjatë të departamentit në fushën e ushqimit
Dhe nga ana tjetër bazohet në përmbledhjen e gjithë informacionit dhe më të mirave të kurikulave, sikur do përmenda në rajon dhe më gjerë, duke bërë kështu një program I cili të mos jetë I ngarkuar më shumë se ç'duhet, por të përmbajë të gjithë esencën e nevojshme që maturantët gjatë 3 viteve të studimit, që do të mbledhin rreth 180 kredite akademike, të dalin tepër të formuar në dakordsim me të gjithë kërkesat që industria e përpunimit të ushqimit apo le të themi gjithë fusha e teknologjisë ushqimore, shkencave ushqimore, cilësisë dhe sigurisë ushqimore kërkon nga këta të rinj që nesër të punojnë si specialistë dhe teknolog ushqimor. Profesore, duhet të pyes, masteri ka disa vite që tashmë është pranë Universitetit Fanstilianoli, por çfarë do të thotë kjo degë re për studentët, për maturantët, sikurse profesor Kristi e prezantovi? Duke qenë sa e rëndësishme është që të kenë dhe këtë duke degë. qenë se masteri sot mban emrin cilësia dhe siguria ushqimore dhe është një nga temat që prek më së shumti konsumin edhe individët që jetojnë edhe duhet të jenë specialistët në tregun e punës, në fushën në të cilën ata kërkojnë që të punësohen. Sigurisht të studiuarit të bioteknologjisë ushqimore, mikrobiologjisë ushqimore, teknologjisë së përpunimit të ushqimeve, kontrollit dhe sigurisë ushqimore janë fusha të cilat përgatisin individë shumë të mirë formuar për tregun edhe për kontrollin e tyre produkteve. Të përgjithshëm mbi të gjitha. Të përgjithshëm, po edhe për kontrollin e produkteve me të cilat ne jetojmë, sigurisht. Sepse përballemi në përditshmëri dhe le të jemi të sinqertë, jo çdo njeri ka mundësi për të bërë atë kontrollin e duhur të një produkti që është duke konsumuar. Absolutisht që po, madje konsumatorët kanë mungesë informacioni. Po. Dhe madje ne në departament dhe fakultetet të tjera, ndoshta profesorë të ndryshëm të fushës, më të vjetër dhe se ne, gjithmonë janë në kontakt jo vetëm me biznesin, por edhe me institucione të tjera që janë institucione të pushtetit vendor, lokal apo dhe ati qendror, të cilët janë në mënyrë direkte dhe indirekte për garantimin e cilësisë dhe sigurisë ushqimore, vazhdimisht shkëmbejmë me njëri tjetrin, bëjmë tryeza trumbullakta, duke patur të ftuar jo vetëm operator biznesi, por edhe konsumator, njerëz sepse nëse nuk dëgjon konsumatorin, problemi është që normalisht ka një hapësirë të madhe midis zhvillimit në botë të teknologjive të reja apo të metodave të reja të garantimit të cilësisë dhe sigurisë. Nga ana tjetër kjo hapësirë mban dhe është brenda një rrethi që janë këto autoritetet që unë përmenda dhe brenda këtij rrethi sillet në mënyrë le të themi kështu të pa informuar konsumatori, ja, kështu që normalisht këto ndonjëherë jashtë shtetit një konsumator mund të ndjekë dhe kurse specifike për të marrë më shumë informacion pra universiteteve, kështu që megjithatë kjo tek ne do pak ndryshim dhe pak kohë që të zhvillohet si metodë ku njerëzit të marrin informacion dhe të jenë të informuar. Sot ka shumë informacion dhe në fakt dhe në media sociale dhe në televizione, por shpeshherë është informacion që jepet në mënyrën jo korrekte, disinformacion është përdorur dhe e marrin brut ashtu siç është duke mos ditur cila është e vërtetë dhe cila është mund të dalin sot çdo kush nëse hap një rrjet social mund të ta quajë veten biolog, teknolog, specialist ushqimi, mjafton të lexosh 5 gjëra dhe të transmetosh ato dhe çdo njeri nuk e di se cili është backgroundi jot ose sa ti je marrë me këtë profesion. Shumë profesoresha pavarësisht se është aty ka një jetë që punon në industrinë e përpunimit dhe e di shumë mirë rëndësinë dhe se si funksionojnë këto gjëra, por çdo kush mund të marrë një informacion dhe t'i jap konsumatorit dhe ai e merr si të mirëqenë. Dhe kjo jo rrallëherë ndodh madje dhe duke përhapur panik për gjendje të cilat nuk janë aq alarmante, ndonjëherë të themi të vërtetën, sepse jo gjithçka që mund të lexojmë është ashtu siç përflitet në realitet. Normalisht siguria dhe cilësia do të ekzistojnë gjithmonë, por paralel janë edhe rreziqet, të cilat janë ndonjëherë të pashmangshme. Në fakt duhet të ndalem paksa këtu. Her pas here ne flasim për konsumatorin, për mungesën e informacionit, të njohurive të duhura, por dua të di nga ju edhe si specialist të kësaj fushe, cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballen në këtë rast studentët, por megjithatë edhe profesionistët të cilët operojnë në këtë fushë. Sfidat kryesore realisht janë implementimi edhe marrja e të gjithë informacionit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian këtu në vendin tonë. Realisht ka një hallkë të madhe të keq interpretimit të këtyre legjislacioneve, sidomos nga individë
jo të fushës, dhe ne jemi duke u përpjekur të përgatisim individ të cilët të njohin legjislacionin ushqimor, sepse kjo është një nga hallkat më të rëndësishme për vënien në dieni të situatave dhe të ngjarjeve që realisht konsiderohen rreziqe kimike, rreziqe mikrobiologjike apo rreziqe fizike. Këto janë disa nga sfidat Normalisht këto sfida të cilat kolega i përmendet dhe ju i përmendet, normalisht ne jemi përpjekur që brenda këtij programi të ri që ofrohet, si kundërshtë teknologjia ushqimore, të jenë përfshirë të gjitha këto lënd module që të mbajnë gjithë informacionin. Që në fund të fundit të paktën pavarësisht se brezi të ri, le të themi, jo të gjithë, jo në mënyrë absolute, i ka rënë pak ajo dëshira për të studiuar shumë, se ndoshta mund studiojmë pak sa për të menduar ata që janë të plotësuar dhe të marrin një vlerësim, por normalisht nëpërmjet këtyre moduleve, si kundër është bioteknologjia ushqimore që është brenda kurrikulumit të programit, mikrobiologjia, të gjitha teknologjitë e përpunimit të gjithë ushqimeve, duke përfshirë mishin, qumshtin, drithrat, perimet, të gjitha metodat që përdoren sot se si produkti përpunohet për t'u ofruar konsumatorit, legjislacioni ushqimor shumë i rëndësishëm, inxhinieria ushqimore, toksikologjia dhe sëmundjet ushqimore, të gjitha këto ne jemi përpjekur që i kemi parë si sfida në fakt, si mungesë në treg, dhe brenda programit të teknologjisë ushqimore normalisht janë të përfshira me të gjithë informacionin bazë që nesër këta të rinj të cilët do të përfundojnë këtë program, të paktën të jenë të aftë që deri diku t'i zbehin këto sfida, sepse me keqardhje mund t'ia them, por ndonjëherë mund të ketë dhe specialist në institucione shtetërore ose private të cilët nuk e plotësojnë kuadrin e nevojshëm. Madje edhe ne që flasim se po duket sikur po kritikojmë ata, dhe ne kemi nevojë të updatojmë dhe të punojmë vazhdimisht. Sepse gjithçka shkon shumë shpejt, ecën me ritme shumë të shpejta. Legislacioni ndryshon vazhdimisht, sidomos në rastet kur flasim lidhje me Bashkimin Evropian që hapen kapitull të ri e tjera të cilat ne nuk i kemi konceptuar ndonjëherë. Kështu që le të themi që këto sfida të mëdha ne me modestin aq sa na takon jemi përpjekur që brenda kurrikulumit së programit të teknologjisë ushqimore ti përfshim në mënyrë maksimale, duke ftuar dhe pedagog nga universitetet të tjera, në mënyrë që maturantët kur të zgjedhin këtë program dhe të mbarojnë studimet, të jenë, mendojmë që do të jenë specialistë ndoshta më të mirë të rajonit në këtë fushë. Dhe përpara se të ndalemi më konkretisht tek konsumatori, është një temë e cila ka shumë për të folur, mund ta shohim në aspekte nga më të ndryshme dhe jam e sigurt për gjithë ata që janë duke na ndjekur ka nevojë për këshilla, sugjerime më konkrete, më praktike për sa i përket kujdesit dhe sigurisë ushqimore. Dua të ndalem shkurtimisht edhe tek aktivitetet që ju keni zhvilluar në kuadër të ditëve për shembull të caktuara botërore, sikur se ka qenë dhe siguria ushqimore. Së fundmi keni organizuar një aktivitet të tillë. Mund të ndani pak më shumë detaje rreth tij? Normalisht ne kemi traditë që gjithmonë përveç aktiviteteve të vogla, në ditën botërore të sigurisë ushqimore, e cila përkonte me 7 korriku në mos gaboj. 7 qershor, po. 7 korriku do të jemi në plazh. 7 qershor, me dashamirësinë e të gjithë aktorëve kryesorë të fushës së ushqimit, duke përmendur dhe duke dashur t'i falenderoj që po i përmend në këtë moment dhe që na kanë respektuar gjithmonë, duke dhënë kontributin e tyre me gjithë informacionin e nevojshëm që ata kanë, me gjithë eksperiencën e madhe që kanë, sepse janë kompani tepër të rëndësishme, të cilat jo vetëm prodhojnë në rajonin ton, por mund të them që janë aset sepse mbajnë njerëz në punë dhe na bëjnë dhe në qytetin të jetë ndoshta një pikë referimi në botë, si kompania e Fiksi, SHPK, Tona, Shaka, Vita, Diana, shumë kompani të cilat vazhdimisht, se ndoshta bëm reklam këtu, por nuk ka problem. Janë kompani të cilat kanë qëndruar gjithmonë dhe të tjerë ndoshta ndjes nëse nuk janë patjetër emra të njohur, jo vetëm në Korçë, por edhe për te. Me Fakultetin e Bujqësisë dhe departamentin ton kanë bashkëpunuar vazhdimisht, duke na ofruar jo vetëm gjithë eksperiencën e tyre në fakultet, por dhe në ambientet e tyre, duke lejuar dhe mundësuar studentët që të zhvillojnë praktika profesionale aty dhe të shikojnë në realitet se si prodhohet ushqimi. Dhe normalisht sa që ne kemi pasur aktivitete ata na janë përgjigjur, duke ardhur me të gjithë këtë eksperiencë, informacion, facilitetet e tyre, por nga ana tjetër dhe në këtë ditë që ne të botërore sigurisë ushqimore dhe në këtë aktivitet nuk kanë munguar as aktor kryesor të rajonit, të pushtetit lokal, ku dua të falenderoj zotin Exhipi, kryetari i Këshillit të Qarkut, i cili gjithmonë ka qëndruar shumë pranë universitetit dhe fakultetit në veçanti, prefekti i Qarkut, drejtori i drejtorisë bujqësisë së ekstensionit
zoti Vullnet Gjolla, drejtori i autoritetit shëndetësor, zoti Adam Papadhami, të gjithë të cilët drejtori Akus, të gjithë janë bërë bashkë dhe ndjejnë që duhet të shkëmbejmë me njëri tjetrin. Tjetër janë gjithë aktorët që janë pjesë të kësaj të këtij rrethi Po. që thashë të cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Normalisht ne kemi për detyrë që në këto tyreza trumbullakta, në këto aktivitete të ndërgjegjësojmë operatorët e biznesit, të ndërgjegjësojmë njëri tjetrin deri diku, pse duke shkëmbyer eksperjenca dhe informacion përfitojmë gjithmonë dhe të ndërgjegjësojmë dhe konsumatorin. Normalisht ne nuk kemi fuqi vendimarrëse të jashtëzakonshme që me një terren të shkopit magjik ta rregullojmë me njëherë sistemin. Sistemi rregullohet në mënyrë të vazhdueshme. Është Në Është në proces. Është një proces. Që Mund të të bëjmë rrisim këtë gjë. po, që po sikundër Soela tha, thjesht ne mund të rrisim individin. Kjo është fuqia jonë që të paktën individët që nesër do të dalin Kjo është dhe edhe të fuqia jenë arsimit. ta rregullojnë këtë cikël, do të jenë ata të cilët do të studiojnë dhe ne fuqia jonë është që të paktën të përpiqemi të përgatitim të rinj, të apasionuar, të drejtë, të moralshëm, fillimisht dhe më pas me të gjithë informacionet bazë të fushës specifike që ata do studiojnë. Sepse prodhimi i sigurt në fakt përpos të tjerave stimulit ekonomik apo industrive të zhvilluara sot dhe teknologjive të zhvilluara është mbi të gjitha është një ndjesi morale për të prodhuar po, ushqim të patjetër. sigurt për konsumatorin. Normalisht unë ju them më njëherë dhe studentëve që pavarësisht gjithë strukturave dhe autoriteteve shtetërore, ajo që e mbron më shumë konsumatorin është vetë morali i kompanisë që prodhon. Ndërgjegjja. Ndërgjegjja, kështu. Ndërgjegjja. Nga njëra anë është ndërgjegjja dhe morali, dashamirësia, por nga ana tjetër nëse që është edhe ajo që ai do të qëndrojë në treg për gjatë, nuk është sot për sot, kështu që do doj që të nxjerrë një Duhet të produkt ofrojë i sigurt. cilësi, siguri. Askush nuk do të nxjerrë një produkt që të elmojnë qytetarët dhe pastaj të bëhet alarm edhe aty të prishet imazhi. Pra nga një anë është kjo dhe nga ana tjetër është dhe morali, të cilët ata normalisht duke patur parasysh që ushqimi që prodhohet nuk është vetëm Teknologjia avancuar, por është edhe se sa ti përkushtohesh dhe se sa ti je i drejtë, i moralshëm dhe i ndërgjegjshëm për atë që prodhon dhe po ju ofron njerëzve. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër tek kjo tematik, por në këtë moment shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht një hapësirë muzikore. Kjo botë kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën. Sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. I plot fuqish mi është heroi, nga zgjedhje dhe vdekjes na çliro. Me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi kombe, me shtatrësi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar.
kampioni, fitimtar. Ai është kampioni, fitimtar. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën tonë ditën e sotme, mbi të gjitha duke ju referuar sigurisë ushqimore. E përmenda edhe më herët, është një çështje mjaft e rëndësishme për secilin prej nesh, qofshim profesionist në këtë fushë, qofshim konsumator, sepse në fundit secili prej nesh është një konsumator, edhe sidomos në ditët e sotme. Prandaj dua t'ju pyes se si ndikon teknologjia, zhvillimet e reja në këtë fushë për të garantuar mbi të gjitha atë që është e nevojshme, siguria e ushqimeve që konsumohet në përditshmëri. Atëherë, në ditët e sotme teknologjia dhe zhvillimi i saj është dukshëm, domethënë që po ecën me hapa të mëdha. Realisht në industritë e përpunimit, sidomos në industrinë e përpunimit të mishit dhe industrinë e përpunimit të qumshtit, që janë dy nga industritë më të zhvilluara në rajonin e Korçës, por edhe në Shqipëri, nga njohuritë e mia, teknologjia është duke ndikuar masivisht tek prodhimi i produkteve të sigurta. Arsyeja është sepse duke u zhvilluar është bërë procesi i automatizimit, dhe automatizimi në mënyrë direkte sjell një mundësi të ulur të kontaminimit të prodhimit të produktit, një mundësi të ulur të rreziqeve që mund të ndikojnë sidomos ato fizike në prodhimin e sigurt, dhe zhvillohet kështu një produkt më i mirë, më i sigurt për konsumatorin. Sigurisht edhe monitorimi i çdo procesi dhe ndjekja e linjave të prodhimit nëpërmjet teknikave dhe sistemeve ERP, këto janë sisteme digjitale, të cilat duke u montuar në çdo hap të prodhimit, mund të ndjekin, mund të mbledhin të dhëna, mund të analizojnë dhe mund të marrin në kohë reale dhe në hapësirë informacione të cilat më përpara duhet që ti grumbulloje në hard copy dhe ti ndiqje dhe të analizoje se sa i sigurt ishte prodhimi që ti kishe realizuar çdo ditë. Dhe sot, ditët e sotme, domethënë teknologjia dhe automatizimi edhe digitalizimi. Ai që sapo përmenda është një mundësi për të krijuar një produkt shumë të sigurt, edhe mikrobiologjikisht, por edhe fizikisht. Profesor, keni diçka vërshtuar në kuadër të kësaj? Normalisht teknologjitë e reja në përpunimin e ushqimeve, duke i ndërthurur ato me ato që kanë qenë deri tani, ndoshta këtu avash do të fillojë të përdoren edhe metoda të inteligjencës artificiale në mënyrë për të garantuar sigurinë ushqimore. Normalisht sot kërkohet që përpunimi është faza e fundit, pra përpunimi është ajo që ka lënda e parë do të transformohet në një formë tjetër për konsumatorët, për të qenë dhe për të rritur vlerat e saj ushqimore, tregtare, të pamjes, të teksturës, të jetëgjatësisë. Por normalisht në rast se do ta ndërthurnim me sigurinë ushqimore, jo vetëm sikundër Suela tha në lidhje me përpunimin, pra brenda një fabrike, sot gjithçka është e digitalizuar, sot ti nuk gabon dot sepse sistemet janë të mbyllura dhe të akredituara dhe të kolauduara. Nuk e lejojnë. Çka do të thotë që individi duhet të zbatojë një skemë standarde, duke përfshirë këtu jo vetëm sisteme të thjeshta të sigurisë, jo të thjeshta, por të rëndësishme siç ASAP dhe ISO, por gjithmonë më shohet që proceset jenë të automatizuara, në mënyrë që në asnjë pikë të mos anashkalohet për sa i përket sigurisë ushqimore brenda një fabrike. Por problemi më i madh në rast se flasim për sigurinë nuk është brenda fabrikës, sepse sikundër thash çdo prodhues serioze, sepse mund të ketë edhe kompani të vogla që të gjithë kanë interes që të prodhojnë në mënyrë të sigurt. Problemi sot është që këto teknologjitë e reja duhet të shmangin, le të themi, abuzimet ose daljen jashtë funksionit të asaj çka është përdorur deri më tani në prodhim. Pra, në rast se i kthehemi bujqësisë, pra agrikulturës, problemi te konsumatori është aty ku prodhohet, qoftë produkti bimor, qoftë produkti shtazor. Në rast se i marrim për shembull produktet shtazore, problemi është ferma. Problemi është se si ai e trajton kafshën në mënyrë që ne të marrim një produkt të sigurt. Për shembull, marr qumshtin. Brenda një fabrike është shumë e lehtë që një fabrikë serioze të implementojë qoftë një sistem të sigurt të pasterizimit të qumshtit, i cili nuk bëhet me metoda empirike, por nëse ti shkon brenda një kompanie serioze, shikon që është një sistem jashtëzakonshëm i mbyllur, ku qumshti nuk ka asnjë kontakt me mjedisin e jashtëm,
kalon brenda një sistemi dhe pasterizohet në mënyrë të automatizuar dhe kaq ne mund të garantojmë për sa i përket sigurisë ushqimore për të gjitha rreziqet bakteriologjike, mikrobiologjike. Por problemi është për shembull në rastet i kthejmë fermës për të garantuar sigurinë, aty është përdorimi i gjithë shtesave. Sot me gojën plot mund të them që shoqëria elmohet jo sepse ushqimi përpunohet mirë apo keq, por sepse prodhohet ndoshta me disa elemente të cilët nuk duhet të jenë. Si duhet të veprojmë, ose nuk e di cilat janë masat që duhet merren nga institucionet përkatëse? Kontrollet të përdoren teknologji laboratorike, sikundër mund të ishin gaz kromatograf, HPLC apo metoda laboratorike të avancuara, që nuk është shumë e vështirë dhe analiza kimike të thjeshta, pa pasur këto aparaturat shumë të sofistikuara që profesori përmendi, të cilat mund të na ndihmojnë në matjen edhe në përcaktimin e niveleve të sigurta të produkteve që mund të shkaktojnë ndotje ose helmim, se ne nuk e konsiderojmë konkretisht helmim, domethënë përdorimin e antibiotikëve, por në nivelet që ato mund të jenë të pranueshme për të bërë një prodhim të sigurt më pas. Normalisht para shumë kohësh edhe në disa media ndoshta të mëdha të vogla, s'po më kujtohet, por u përfol për në lidhje me mbetjet të aflatoksinës në qumësht. Normalisht këtu nuk ka faj industria e përpunimit. Kjo vjen nga ferma. Pra do të thotë që kafsha që ka prodhuar qumshtin, në këtë rast lopa, një gjedhi, ka konsumuar ushqim që ka qenë kontaminuar me myqe të ndryshme. Kështu që problemi ka erdhur që aty, por në rastin e do të kishim në aftësi që t'i detektojmë, pra të analizohen se ku janë këto mbetje, në cilën hallk të zinxhirit ushqimor, atëherë ne mund ta ndërpresim dhe produkti nuk do të dalë në konsumator. Duke patur parasysh dhe peshën që kanë grup moshash të ndryshme në efektet që mbetjet japin tek ata, kjo e rrit dhe e bën akoma dhe më të rëndësishëm këtë detektim, sepse ndryshe mund të reagojë organizmi i të rrituri dhe jo ndryshe, por tek fëmijët është akoma më e rëndësishme dhe më flagrante efekti i një mbetje, ndotje kimike, fizike, çfarë do qoftë, i marrë në një produkt ushqimor. Në rast se le qumshtin, prap mund të për mishin ose mund të kalojë te produktet bimore. Sot ti mund të konsumosh gjithçka në çdo stin, edhe pa qenë stinës. Dhe këtu ka të bëjë me prodhimin. Të gjithë ne e dim fare mirë që përdoren preparate, të cilat quhen rregullator të rritjes, që janë të lejushëm për të përdorur, por përsëri këtu kthehemi tek mungesa e informacionit e fermerit, i cili i përdor këto dhe nuk respekton kohën, ndoshta masën e dur, limitin, masën e dur, mendon që duke hedhur më shumë do ta mbrojë. Normalisht ata nuk kanë faj sepse sot nuk kanë informacion. Me ndryshimet përveç mungesës informacionit. Pra duhet bërë një punë e madhe me prodhuesit, me prodhuesit. Me ndryshimet globale të prodhimit, të farmave, të medikamenteve, të PMV-ve, PMB-ve, me ndryshimet e klimës, ata nuk prodhojnë dot më siç kanë prodhuar. Dhe kanë të pashmangshme të prodhojnë duke përdorur të gjitha këto që tham. Por sa duhet prodhojnë dhe shumë e rëndësishme, cila është koha që produkti bimor apo shtazor duhet lënë deri në momentin që të shkojë te konsumatori, që quhet koha e klerancës ose e shplarjes, e largimit të këtij preparati që ne kemi përdorur nga produkti. Normalisht, sa e respektojnë këtë, nuk di ta them. Fakti që ne konsumojmë sot produkte, luleshtrydhe, domate, fruta, perime të tjera, cilat nuk kanë shije fare dhe ti je shumë koshient që ajo nuk është e freskët dhe e pjekur. Ne dëgjojmë kaq shpesh këtë, që nuk po dim çfarë po am tani. Normalisht për mua ky është rreziku më i madh. Megjithatë, me rritjen e numrit të popullsisë, është e nevojshme prodhimi produkteve të OMG ose organizma të modifikuara gjenetikisht, dhe ne prandaj mendojmë që ato janë pa shije, por atje thjesht kanë ndryshime në gjenetikën e atyre produkteve. Realisht janë pa shije. Kjo i bën pa shije. Kjo është e vërtetë. Por në fakt nuk janë të pasigurta, janë produkte të sigurta. Këto por ato të cilat mund të kenë mbetje niveli të lartë të këtyre që unë përmenda, jo që janë të pasigurta, po. Halka, domethënë sfida kjo është ajo që përmendi profesori, që në çdo hallkë të prodhimit, që nga ferma deri në tavolinë duhet të ekzistojë në kontrolle në çdo hap të prodhimit. Kjo është shumë e rëndësishme nga çdo institucion që përfshihet në këtë zinxhir ushqimor.
Dhe për Jo vetëm prodhimi I sigurt, dhe teknologjia, por kontrolli, kontrolli, sepse edhe ai vetë nuk e di se sa mund të ketë mund mbetjet t'jetë, aty dhe nuk di si të reagojë. Po, patjetër, sepse ajo nuk shihet me sy. Duhen Po, kontrolle specifike. Realisht duhen përdor teknika dhe analizator ato që përmendi profesori që janë Autoritetet, shteti, universiteti, të gjithë I dinë se cilat janë metodat për t'i detektuar, por që të bësh këtë gjë do të thotë të bësh një hap gjigant. Ka kosto. Prandaj dhe ne gjithmonë ka ngelur ajo aspirimin në kundrejt Bashkimit Evropian, sepse do të thotë Bashkimi Evropian do të thotë që do ikim gjithë në Francë, do të thotë standard. Po. Do të thotë që ai do të detyrojë që ti të zbatosh këtë Është standard. standard, po. Ne këtu jemi në Korçë dhe shumica shkojnë bëjnë pazaret në kostura, duke menduar që blejnë Ka gjëra standard. më të mira vetëm për standardin, që do të thotë që janë të kontrolluara. Por çdo të thotë kjo nga ana në vendin tonë, do të thotë që ti të ngresh një strukturë gjigante dhe që do të mërzitesh njerëz. Po. Sepse normalisht atë fermerin do ta pengosh të prodhosh. Por nga ana tjetër, duhet të kesh edhe mekanizmin që ta shpëtosh pastaj në mënyrë që ai mos falimentojë dhe mos, kështu që është një hap gjigant. Ka shumë elemente që duhen të realizohen. Për mua më vlerë ka që të kontrollohen të gjithë këto që tham, sepse sot prodhohet për shkak të rritjes të numrit të prodhimit të këtyre produkteve, prodhohet në mënyrë të jashtëzakonshme, ndoshta mbi nevojat e tregut. Shpërdorohet ndonjëherë. Deri diku edhe mund të shpërdorohet. Dhe më rrezik kanë mbetjet kimike në ushqime se sa mikrobiologjiket. Normalisht absolutisht nuk është e lejueshme, sepse të elmohesh nga salmonela normalisht. Numri vdekjeve më I madh është nga mbetjet kimike. Por maksimumi mos qofshin fëmijë, por tek të rriturit me 2 ditë terapi mund ta kalosh, ose është normale, nuk po e lehtësoj situatën. Por kjo është e dukshme, e menaxhueshme dhe e korrigjueshme, ndërsa në momentin që ti merr një mbetje në një produkt për një kohë të gjatë, avash, nuk merr vesh asgjë ish tani. Dhe prandaj dhe ne sot përballemi me smundje të cilat njëri kohë nuk kanë qenë kaq të shpeshta dhe në mosha shumë të normale. Kështu që në këtë rast për mendimin tim dhe të gjitha këto preparate e kanë në çdo literaturë të lexosh e kanë të shkruar që janë me efekte teratogjene dhe deri diku dëmtojnë dhe shkaktojnë mutacione në nivela DNA-je. Unë si një konsumatore, nuk jam fare specialiste e kësaj fushë, më mbetet vetëm të pyes ne si konsumator, çfarë duhet bëjmë, si duhet veprojmë? Kur përballemi me gjithë këto. Atëherë detyra jone e parë në procesin e blerjes apo të përdorimit të një produkti ushqimor është që ne ta njohim atë. Çdo të thotë ta njohim. Të lexojmë minimalisht etiketën. Është prezantimi me produktin. Sot ekziston një VKM në shtetin shqiptar, VKM-ja numër 434 ndjes viti 2018, e cila e detyron të gjithë institucionet prodhuese ose industri të prodhuese, fermat e vogla të përpunimit që duhet të vendosin edhe të etiketojnë produktin sipas legjislacionit të BE-s. Ky legjislacion, që është përshtatur dhe në Shqipëri, thotë që ne duhet të identifikojmë të gjithë përbërësit, në radhë të parë, përbërësit që krijojnë dhe mund të zhvillojnë mbetje kimike, si ato që përmendi profesori, janë të detyrueshme që duhet të shkruhen në etiket. Pra ne duke e lexuar ne mund të njihemi me përbërësit që gjenden atje, mund të njihemi me trajtimin termik që ka pësuar ky produkt, mund të njihemi dhe me sasitë e alergjentëve që mund të na shkaktojnë sëmundje për individët dhe aditivët, sidomos aditivët. Të gjitha këto janë të deklaruara sipas kësaj VKM-je dhe normalisht ne nëse e lexojmë, mund të njihemi me disa nga rreziqet që mund të shkaktojnë problem ushqimor, kimik, mikrobiologjik tek ne. E gjithë kjo mendoj, sepse mendoj për çdo lloj konsumatori, të mendosh edhe një konsumator në një zonë rurale që ndoshta nuk ka mundësinë, informacionin e duhur për t'i parë të gjitha me detaje produktet, për të lexuar çdo etiketë. Normalisht kërkon kohë kjo, kërkon angazhim patjetër, kërkon përgjegjësi nga ne si konsumator, po. Megjithatë ata mund të jenë më sigurt njerëz se konsumojnë produkte bio që kanë rritur vetë. Varet se në mentalitetin tonë në Shqipëri edhe ata që prodhojnë për vete. Po, megjithatë përdorin të gjitha ato kimikatet. Si pak tani dhe për të shkëputur pak se u bëm shumë serioz, është si ajo para shumë vitesh në një televizion shkoi dikush për t'i provokuar një grup fermerësh në X vend
dhe i kërkonte disa domate, nuk e di çfarë produktesh, por ja u kërkonte me dashamirësi se e dua për të smur për fëmijët dhe i thoshin do shkosh tek filani se ne kemi për në Tiranë të tërë, nuk i kemi kështu për fëmijë. Dhe kjo që e regjistruar, pra ata e din deri ku i përdorin. Dhe kam pasur edhe një shok i cili merresh edhe me prodhim, është fakt dhe unë do ta them, nuk kam se mos e them, është ajo pjesa që kur nuk ka nevojë normale të tregut, thotë, ne kemi pas lënë ato produkte të piqen në normalitetin e vet dhe në ciklin e tyre ta plotësojnë aq sa duhet. Ndërsa kur tregu ka pasur shumë nevojë, tha kemi marrë domatet dhe i zhytim në një solucion që asaj vetë se dinte çfarë solucioni ishte, dhe në mëngjes janë të kuqe. Pra ky është problemi. Dhe atë të nesërmen ai ka çuar në treg. Pra ky është problemi më real, rreziku më sepse mund të lexojmë etiketat në produkte të ndryshme në supermarkete. Etiketat përsëri standard. Dikush duhet i kontrollojë sa të vërtetë janë ato etiketa. Sa vërtet ai ka hedhur nga i aditivi ngjyrus, aty kanë sa emra e kaq 240. Ne po themi, në momentin që deklarojnë ato janë sipas legislacionit dhe janë të sigurta. Të paktën të deklarojnë që janë, sepse në rast se ti bën analizë dhe ja jep një lloj sigurie që sapo thatë. Kur një etiketë vendoset në produkt, do thotë që ajo ka kaluar disa faza kontrolli dhe produkti është kontrolluar, sidomos nga akuja, sepse i kthehemi logjikës që është kontrolluar. Suela tha që të paktën duhet të kenë etiketa të vërteta, të sakta, të sigurta. Pra në rast se është shënuar, do të thotë që ajo është notifikuar dhe është njohur nga institucionet kontrolluese. Çfarë ti bësh në rastet kur nuk është shënuar? Po, kur nuk është shënuar, atëherë është problem. Sikurse jemi duke përmendur përgjatë këtij minutazhi në programin Muzik Plus, jetojmë në një kohë ku patjetër ndodhin shumë incidente me ushqimin, kjo jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vende të tjera. Prandaj si mund të ndikojë programi që universiteti ofron, një program i tillë edukativ në rritjen e ndjeshmërisë dhe ndërgjegjësimin e konsumatorëve, por dhe profesionistëve të kësaj industrie? Unë gjykoj që duhet të përmend një nga procedurat dhe pikat më të rëndësishme të kontrollit të gjithë procesit e prodhimit të një produkti të sigurt është gjurmëshmëria e tij. Domethënë ju e thatë, mund të ndodhin incidente, por është shumë e rëndësishme të dimë se sa të aftë janë prodhuesit tanë për të gjurmuar këto produkte që mund të kenë pësuar incidente në gjatë procesit të prodhimit. Dhe ne përpiqemi që në literaturat tona të përdorim një nga lëndët, përveç legjislacionit të ushqimeve, të jetë edhe të pranishme si ta njohim dhe si ta realizojmë gjurmëshmërinë e produktit ushqimor. Është shumë e rëndësishme, është pjesë e standardeve të paketës ISO, është pjesë e standardit dhe planit HACCP, dhe ne kemi në literaturë dhe e zhvillojmë gjatë mësimeve në masterin edhe në bachelor, dhe është një pikë shumë e rëndësishme. Domethënë, mund të ndodhin incidente, është sa jemi ne të aftë për ta realizuar gjurmëshmërinë dhe për ta gjetur këtë produktin që nuk është më i sigurt dhe për ta mbledhur, për ta identifikuar dhe për ta mbledhur më pas nga tregu. Këtë problemi ne hasëm edhe kur ndodhi së fundmi në Shqipëri problemi i kontaminimit të produktit me salmonella, e kemi parë edhe në rrjete, edhe në televizion që shpesh shihnim produkte, domethënë që ishin vendosur foto në vendet ku ishte shitur, ku ishte tregëtuar dhe inspektorët e akuzë që kërkonin në çdo vend produkti. Ky ishte gjurmimi, por ky nuk është gjurmimi i duhur, sepse gjurmimi duhet të ekzistojë me pranimin e lëndës së parë, me një kod të përcaktuar të kësaj lënde të parë, me një certifikat veterinare që provon dhe është analizuar së jashtme dhe së brendshme në institucion, në industrinë prodhuese apo në industrinë distributore, siç ishte në rastin e mëparshëm. Ky kod më pas duhet të vendoset në të gjithë rrjetin e shitjes së këtij produkti dhe më pas të gjurmohet deri te konsumatori final, ndoshta jo, por te konsumatori para konsumatorit final, tek shitësi i vogël, domethënë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta gjurmuar. Pra, edhe nëse ndodhin, ne të kemi mundësinë që ti mbledhim dhe të bëjmë atë procesin e return për razgjesimin, për të realizuar razgjesimin e produktit. Normalisht të themi që në të ardhmen apo kudo nuk do të ketë asnjë rrezik, kjo është e pashmangshme, por sikundër Suela tha shumë e rëndësishme ta gjurmosh, që nga ka ardhur, pra të kthehesh pas, në mënyrë që ti të shikosh ku ka çaluar sistemi dhe ta rregullosh. Pra, ndryshimi është qasja që ne kemi për të zgjidhur problemin, sepse mua më ka rastisur personalisht, se eksperiencë personale, se kam përmendur disa herë tjera, kemi qenë në Portugali
duke diskutuar në lidhje me sigurinë ushqimore dhe në një drek aty u elmuam disa veta, kështu që kaluam një gastroenterit të lehtë, por ja që ndodhi që ne ishim mbledhur aty për të diskutuar për këtë pjesë. Dhe ata na kishin thirrur për të dhënë eksperiencën e tyre se si ne të rregullonim tonën. Kështu që në këtë rast këto janë të pashmangshme, sepse mos harrojmë që paralel me këto metoda të reja edhe mikroorganizmat evoluojnë. Po. Gjejnë rrugë të reja për çka, përsojnë mutacione, përsojnë përshtatje, Bëhen më të zgjuara. Ka një ne jemi në thonjza budallën përpara atyre, ata ecin paralel me ne. Ne nuk do t'i eliminojmë asnjëherë, madje ne gabojmë duke përdorur ndoshta ndonjëherë terapi me antibiotik të panevojshëm apo krijojmë kushte që ata ta pësojnë këtë evolucion. Por që ajo çka ne na takon është qasja për të zgjidhur problemin. Si mund ta shmangim dhe në momentin që ndodh, si mund ta korrigjojmë. Ndodhi, ku që problemi, ata jo po s'ndodhi, jo po s'u bë, jo po gënjejnë. E rëndësishme është të gjejmë si ta zgjidhim, se nuk është ndonjë qamet i madh, më kupton? Sepse këto mund të jenë paralel me dhe do të jenë paralel me njerëzimin. Por meraku më i madh është që veçanërisht tek ato që ju ofrojnë fëmijëve duhet të jetë jo kujdes, po jo siguri, po nuk e di, aty duhet të jetë shkrir talenti gjithë institucioneve dhe të gjithë metodave për garantimin e cilësisë dhe sigurisë, jo se grup moshat e tjera nuk kanë rëndësi, se më duket Ata janë më të riskuar. S'ka problem të tjerë, Janë por vetëm të ndjeshëm organizmi është imuniteti. Shkak të imunitetit. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, rikthehemi vetëm pas pak mbasi të kemi ndjekur një tjetër këngë. Është marrëzi e di kur bota tritën të ketë par do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani I këndoj dashuri së tënde I këndoj dashuri së tënde I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën tonë në studio në ditën e sotme mbi sigurinë ushqimore. I prekëm përgjatë bisedës shkurtimisht disa prej rristjeve që kanë konsumatorët në ditën e sotme, por do doja të ndaleshim edhe më gjatë te kjo
pikë për të prezantuar ndoshta edhe më tepër në lidhje me rreziqet më të zakonshme që ata mund të hasin kur bëjnë ndoshta edhe zgjidhje të gabuar për ushqimet që konsumojnë në përditshmëri. Normalisht ne pak a shumë i prekëm rreziqet normalisht ndahen fizike, kimike dhe mikrobiologjike. Ndoshta profesoresha është e kimisë, por unë do të ndalem pak tek ato me natyrë biologjike dhe ndoshta parazitare, ndonjëherë njerëzit janë shkalojnë, ose për shembull problem tjetër sot janë dhe pa dashur ti rrit rëndësinë si rrezik shumë i madh, por ekziston, janë dhe mbetjet e antibiotikëve. Mbetjet e antibiotikëve në produktat shtazore, sepse fermerët sot për shkak të një çalimi të lehtë në sistem, ku çdo fermer mund të shkojë në çdo farmaci veterinare dhe të marrë çdo lloj produkti që do, pa pikë problemi. Sistemi dhe ligji e ka që duhet të shkojë dhe farmacisti të jap në bazë të një recete nga mjeku veteriner. Dhe mjeku veteriner që do lëshoj këtë recetë automatikisht bën shënimin përkatës në regjistrin e fermës. Pra, filan datë, filan kafsh me numër matrikulli X ka pasur këtë smundje dhe ka marrë këtë trajtim. Dhe normalisht produkti i asaj, qoftë qumësh, qoftë mish, nuk do të shkojnë në treg për një periudhë të përcaktuar, përkatësisht për antibiotikët nga 3, për qumshtin nga 3 deri në 7 ditë dhe për mishin jo më pak se 28 ditë. Pra në këtë rast duhet respektuar kjo kohë, sepse mbetjet e antibiotikëve dhe të preparateve të tjera veterinare, duke patur parasysh që produkti shtazor që ne konsumojmë, qumshti, mishi, bulmeti, vezët, janë dhe përbëjnë një bazë të ushqyerit të njeriut, atëherë rreziku është shumë herë më i lartë, se sa mund të jetë nga konsumi marules. Sepse i konsumojmë në përditshmëri. Normalisht një vakt mund të jetë 2 vezë të skuqura dhe 2 kërnace dhe djathë, se bëra fare kështu si pak dreke, por për të qenë komplet i drejt për drejt. Këtu është e gjitha shtazore. Tani çdo ndodhen nëse te djathi, nëse tek veza, nëse te mishi, do të kishim te secila mbetje të këtyre preparateve veterinare që unë thash. Jo vetëm aq, po fermerët përdorin sikundur përmenda regulator të rritjes në bujqësi, po ashtu janë të ngjashëm hormonet në fermë. Dhe ata e dinë shumë mirë që dhe madje midis tyre, pa dashur të paraqykoj, por përdorin ato jargonet që i bëra një gjilper dhe u bë ai viçi. Pra, këto janë hormone. Por në fakt, ne nga këto jemi më të rrezikuar, sepse preparati farmakologjik që ata përdorin e jep efektin kundrejt qelizave shtazore, jo bimore në këtë rast. Por edhe ne kemi qeliza shtazore, ne kemi specie shtazore, nuk kemi bimore. Kështu që në këtë rast ne do të kemi më shumë disavantazh dhe më shumë negativitet nga kjo mbetje. Ndërsa antibiotikët, disa grupe, si për shembull tetraciklinat, janë vërtetuar që tek të vegjëlit japin përveç reaksioneve direkte të menjëhershme, në efekte afatgjata japin aplazi të palcës të koskave, duke sjell probleme me zhvillimin dhe me gjakun, me smundjet e gjakut. Kështu që në këtë rast këto duken janë gjithmonë në heshtje, por për mua përbëjnë gjithmonë rrezikun më të madh. Sepse për shkak të afërsisë që kemi nga që jemi specie shtazore, për shkak të sasisë së lartë të konsumit të këtyre produkteve, edhe të dëmtimit të sistemit në atë që unë thash që nuk ka ndoshta një sistem që të garantojë që gjërat janë të shkruajtura të gjitha se si duhet të funksionojnë. Nga ana tjetër, përveç këtyre efekteve afatgjata, ti mund të pish qumësht i cili mund të ketë mbetje antibiotikësh, sikundër penicilina, dhe ti nuk e di, një i rritur apo një fëmijë mund të jetë alergjik ndaj saj. Njerëzit që janë alergjik vetëm nga aroma e antibiotikut mund të pësojnë reaksion, jo më ta pinë. Por një gotë qumësht pi një burr i cili është 60-80 kg, por një gotë qumësht mund ta pi edhe një fëmijë që është 15 kg dhe ka bazë ushqimore kryesore. Efekti në ky i dyti është shumë më i lartë se sa tek i rrituri. Nga ana tjetër, përveç këtyre rrezik të tjera që konsumatorët duhet të jenë koshient, nuk duhet të konsumojnë produkte të bulmetit në vende të cilat nuk janë në baxh ose të cilat nuk janë të certifikuara apo të njohura apo serioze, sepse ndonjëherë mund të ndodhë, ndoshta me logjikën e një produkti organik, madje edhe vetë barint në përstane mund të bëjnë bulmet, djathë, dhe mund ta bëjnë fare mirë edhe me qumësht të papasterizuar, që nuk ka kaluar në trajtim me nxehtësi. Është proces normal. Është proces normal, mund të bëhet. Por në rast se qumshti ka pasur bruseloz dhe kryesisht nga timtat Brucella militensis, në këtë rast çdo njeri që do të konsumojë
se normalisht ky si bakter është shumë i ndjeshëm ndaj temperaturës së pasterizimit, nuk ka asnjë problem. Pra eliminohet, por në rast se bëhet me qumësht të patrajtuar, atë e ke në djath, e ke në bulmet dhe ti mund ta konsumosh dhe smuresh dhe kalon një smundje me temperaturë 7 ditë me 41 që nuk është fare e lehtë për ta je një javë i shtruar në spital. Përveç se kësaj janë dhe këto konsumet e kafshëve të gjallët. Normalisht unë jam kundra këtyre, por jo deri egër, jo këto siç janë leburat egër, të cilët nuk kalojnë atë pjesën e kontrollit të certifikatit veterinare dhe kontrollit në thertore dhe mundet fare lehtë të përmbajnë në muskulaturën e tyre larva të parazitëve shumë të dëmshëm për njeriu, si kundër është Trichinella spiralis apo Taenia solium, të cilat janë parazit, janë sëmundje zoonotike që transmetohen nga konsumi i mishit të kafshëve, të fermës, por kryesisht të kafshëve të cilat janë të gjallë. E vetmja masë është që të paktën ato kanë e ka bërë natyra që për të konsumuar duhet të zihen shumë edhe duke u zier shumë ato eliminohen, por në rast se do të preferonin zgarën në këtë rast, dhe ajo nuk arrin temperaturën e nevojshme, në rast se ka pasur larva, atëherë konsumatori do të smuret. Për shembull, nuk e di rastet e fundit në lidhje me murtajën që normalisht ajo është një gjithë konsumatorët janë shumë të qetë, nuk është një smundje zoonotike, por për ta përmbyllur është një smundje e cila në rast se prek fermën është me mortalitet shumë të lartë. Pra dëmi është tek fermeri. Nuk është te konsumatori. Nuk është te konsumatori në këtë rast. Është një virus i cili nuk shkakton smundje tek njeriu, nuk transmetohet dhe dëmi është vetëm tek ferma. Në momentin që hyn brenda një ferme mund ta shfaros fermën brenda 48 orëve, kështu që problemi është që fermerët mos bëjnë në këtë kohë dhe të ndjekin të gjithë udhëzimet që shërbimi veterinar ju adreson dhe mos tregojnë intolerante se si gjengje, sepse ashtu duket, por shpërndahet shumë thjesht dhe shumë shpejt dhe fermat e tyre pastaj në momentin që ka hyrë virusi brenda, ose do të eliminohen nga virusi ose pastaj do të eliminohen sepse janë burimi shpërndarjes së infeksionit. Ndërsa për konsumatorët nuk ka problem. Po profesor. Unë mendoj profesori Isa po thuaj se të gjitha, dua vetëm të përmbledh diçka edhe në kuadër të minimizimit të rreziqeve. Ne jemi qenie të gjalla dhe individë që kemi nevojë të ushqehemi dhe të përdorim pothuajse të gjitha produktet ushqimore që ne gjejmë në treg apo edhe ato të kultivuara dhe të mbjella. Unë mendoj që forma më e mirë e shmangjes së rreziqeve, që janë të paevitueshme deri diku, është racionimi i produkteve ushqimore, trajtimi i duhur i produkteve ushqimore, përveç atyre që janë realizuar nga industritë prodhuese në produktin ushqimor, pra trajtimi termik, shkrirja e duhur, ngrirja e duhur e produktit, sepse të gjitha këto na ndihmojnë që ne të evitojmë rrisjet fizike, rrisjet mikrobiologjike më së shumti, ndërsa ato kimike më pak, sepse rrisjet kimike janë tashmë në produkt në qoftë se do të ishin atje. E kalojnë këtë trajtimin termik, por nga ana jonë edhe rrisjet kimike mund të minimizohen duke racionuar produktet që ne konsumojmë. Edhe mbi gjitha në këto ditë të nxehta, ajo që më vjen normalisht të mendoj, ne si konsumator duhet jemi gjithmonë edhe më tepër të kujdesshëm në mënyrën se si zgjedhim të trajtojmë një produkt, ta konsumojmë atë. Edhe perimet që nuk kanë nevojë për trajtimin termik, kanë nevojë për një trajtim të kujdesshëm, sidomos me ruajtjen dhe temperaturat në të cilat ato qëndrojnë. Po, që të mos kemi kontaminim apo zhvillim të mikroorganizmave. Duhet të ndalem në këto momente për t'ju pyetur se si e shihni të ardhmen e teknologjisë ushqimore dhe çfarë presim në vitet e ardhshme, ajsa ju keni informacion nga ky sektor. A ka ndoshta ndonjë tendencë të re që duhet të ndjekim edhe që ju e keni përfshirë edhe në leksionet tuaja? Realisht tendenca është duke kaluar drejt teknologjive të robotizuara, dhe kjo është përveç industrive që kanë pajisje dhe praktika në të cilat janë përfshirë shumë pak njerëz dhe bëjnë vetëm proceset e fillimit apo të përfundimit të procesit të përpunimit apo të prodhimit, teknologjia edhe marrja e informacionit nga inteligjenca artificiale është një temë që shpeshherë ne diskutojmë dhe trajtojmë në leksionet tona. Mund të mbledhim shumë informacion, mund të njohim shumë teknika, mund të dimë shumë praktika të mira të prodhimit apo të proceseve në të cilat ne duhet i mëshojmë për të krijuar një prodhim të sigurt nëpërmjet digitalizimit apo njohjes së informacioneve nëpërmjet teknologjive të reja që janë duke u implementuar apo edhe vetë
AI që unë e përmenda, domethënë që është një nga format në cilat njerëzit sot gjejnë shumë mundësi për të marrë informacionin që ata kanë nevojë. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, është një temë kaq e gjatë, e gjerë, mund ta shohim në këndvështrime nga më të ndryshme, gjithsesi përgjatë kësaj bisede unë përpoqja të sjell të gjitha këndvështrime tek ata që janë duke na ndjekur. Çfarë këshillash keni për studentët që ndoshta vitin e ri akademik duan të studiojnë në këtë deg, çfarë mund të bëjnë ata për të kontribuar në përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë ushqimore, pse jo, për të bërë në të ardhmen lider në këtë sektor, në këtë fushë. Unë do përmbledhja vetëm me një fjalë, nuk e di profesori besoj që do ta ketë shumë të gjatë argumenti, por unë do thoja vetëm një fjalë. Ne gjithmonë do prodhojmë sepse kemi nevojë të ushqehemi dhe ushqimi është një nga format e cila nuk do resht kur së ndodhurit, domethënë ushqyerja. Dhe gjithmonë do ketë prodhim, gjithmonë do ketë nevojë për individët të cilët duhet të prodhojnë, të jenë lider, drejtues të linjave, specialistë, teknologë, por edhe kontrollues të këtyre linjave apo punonjës në institucione, pra gjithmonë do të ketë nevojë për këta individë për të punuar, jo vetëm sot, por edhe në vazhdim. Edhe kur do të jetë edhe sikur teknologjia teknologjia apo inteligjenca artificiale të ketë bërë punën e vet, gjithmonë këta individ do të jenë. Kështu që është një nga format më të mira për të pasur gjithmonë një profesion të sigurt. Derisa të ngelet njeriu i fundit, do të ketë gjithmonë një teknolog dhe një kuzhinier. Sepse sado të ecë teknologjia, se sot përflitet teknologji, inteligjencë artificiale, edhe në pas 50 vitesh prap mish, qumësh e domate do konsumojnë. Mënyra se si do të prodhohen dhe si do të trajtohen është ajo që do të bëjë ndryshimi. Ndërsa për sa i përket teknologjisë ushqimore dhe të gjithë studentët dhe maturantët, fillimisht uroj që të kenë dalë mirë gjithë maturantët në sezonin e provimeve të cilët kaluan, dhe të gjithë ata të cilët janë në rrugtim për të bërë maturant, duhet të kenë parasysh që duhet të jenë gjithmonë të lexojnë, të studiojnë shumë që në gjimnaz, që të paktën të arrijnë një mesatare mbi 6.5, sepse me mesatare në 6.5 nuk hyjnë dot në universitet. Ky është ligji i arsimit të lartë. Ndërsa për gjithë ata të cilët do të zgjedhin që në vitin akademik 2025-2026 të studiojnë në teknologji ushqimore në Universitetin e Korçës, normalisht janë tepër të mirë pritur, do të gjejnë aty gjithë ngrohtësinë, pozitivitetin dhe përkushtimin maksimal të gjithë stafit të fakultetit, por dhe stafi i kontraktuar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe departamente të tjera, të cilët do të ofrojnë të gjithë eksperiencën, literaturën e tyre prej vitesh me radhë dhe të gjithë informacionin teorik dhe praktik që ata kanë kundrejt studentëve, duke ju dhënë atyre maksimumin që të përthithin sa më shpejt dhe sa më mirë kurrikulën mësimore, duke patur parasysh që është një fushë e cila kombinon shkencën me praktikën për të garantuar ushqim të sigurt dhe të shëndetshëm në të ardhmen. Është një program teknologjia ushqimore e cila ju adresohet të gjithë të rinjve të cilët duan të studiojnë apo janë të apasionuar mbas të ushqyerit, shkencës ushqimore, dietologjisë, teknologjive të përpunimit të ushqimit, inxhinierisë ushqimore dhe njëkohësisht ata që duan që nesër të punojnë si teknolog apo specialist në autoritetet shtetërore apo në sektorin privat në fushën e gjerë të ushqimit. Sikundër kolegja tha, ushqim dhe përpunim do të ketë gjithmonë, kështu që mendojmë që ata do të kenë një vend të sigurt apo një të ardhme të sigurt profesionale në rast se do të ndjekin këtë program. Normalisht duhet ta kenë me dëshirë dhe me pasion, sepse çdo kush do të ndjek atë çka zemra i thot, por le të themi që për sa i përket teknologjisë ushqimore dhe Fakultetit Bujqësisë dhe Universitetit të Korçës, dyert e kanë gjithmonë hapur me dashamirësinë dhe kënaqësinë më të madhe për të mirë pritur, për t'i sqaruar për çdo pyetje që kanë dhe për t'i mbështetur në rrugtimin e tyre që nesër të sigurojnë dhe të garantojnë një të ardhme për veten e vet dhe për familjen e tyre që do të krijojnë vazhdimsi. Ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme, ishte kënaqësi të ndaleshim te kjo temë. Mendoj shumë e rëndësishme për të trajtuar jo vetëm në tavolina të rrumbullakta në universitet, në auditor, por mbi gjitha edhe përmes medias për të përcjell jo vetëm informacion, por mbi gjitha ndërgjegjësim për konsumatorin. Faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën dhe suksese. Kënaqësi të ishim së bashku, ju uroj një ditë mbar në vazhdim, ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku pas pak.